Bismillahirrahmanirrahim. Nga xhamia e pejgamberit alayhi salatu wasalam, edhe 3.5 kilometra më tepër, umregjit dhe vizitorët të ndryshëm të Medinës së pejgamberit alayhi salatu wasalam e kanë mundësinë që me bë këtë shëtitje për të mërrit në një shteg jashtëzakonisht të bukur dhe tërheqës drejt xhamisë së Kubas, që sikur se e dini është xhamia e parë e ndërtuar në Islam. Është xhamia për të cilën ka marrë pjesë në ndërtimin e saj edhe vetë pejgamberi alayhi salatu wasalam. Është xhamia që Allah azza wa jalla përmend në Kur'anin famullar dhe thotë le masjidun usisa ala taqwa. Pra është një xhami që është ndërtuar me bazat e përkushtimit. Edhe subhanallah, nga vizita në vizitë, ajo që vije të re është anshtimi për herë e ma shumë i njerëzve që vinë për të vizitu Mesjidi Quban. Allah, dhe me thanë sekretin e sinceritetit të atyne burrave të mirë, që i hapen zemrat e tyne për pejgamberin dhe fejnë Allahut Azza wa Jall, duket se atë sekret sinceriteti, Allah Azza wa Jall e ka rujt, edhe të gjithë vim me shumë kënaqësi edhe me si presim që të shkojmë dhe të vizitojmë xhaminë e Kubas e aty të falim edhe 2 rekate, për të cilat pejgamberi alayhi salatu wasalam, sikurse na mësojnë shumë prej transmetimeve, kanë vlerën e një umre. Domethënë kush del me abdes nga shtëpia e tij dhe vjen edhe fal 2 rekate në Kuba, është si të kishte bën një umre të plot. Ose transmetimi Imam Tirmidhiut që thotë që falja e një namazit në Mesjidi Kuba, pra një namazi e vlen sa një umre. Subhanallah, edhe krejt kjo rrugë, pra këto 3.5 km, 4 km, janë të rrethuar me gjurmë të ndryshme nga gjurmët e historisë islame, xhamia e Gjumas së parë, disa prej shtëpive të sahabeve ku edhe pejgamberi alayhi salatu wasalam ka hyrë në ato shtëpi apo ka falë ndonjë namaz në ato shtëpi. Edhe pastaj pjesa kryesore që është Mesjidi Kubaja, që është rrethuar me mirësitë e atij vendi të bekum, që e përmend Zoti në Kur'an dhe e përmend pejgamberi alayhi salatu wasalam në hadithet e tij, që shkonte për ta vizituar her pas here, që falejnë atë, subhanallah, disa kopshte dhe puse uji që janë aty të ruajtur nga koha e ardhes së pejgamberit alayhi salatu wasalam në Medinën e ndriçuar, dhe në kohët e sotme, falë përkushtimit edhe punës dhe angazhimit të autoriteteve të këtij vendi, kjo zonë është kthyer në një kompleks të mrekullueshëm të, po them, turizmit shpirtëror edhe turizmit fetar islam, që gjithsesi tërheq miliona besimtar e musliman nga mar bota që vinë për të bërë pjesë kësaj mirësie të madhe dhe për të shijuar në një mënyrë një tjetër atë çfarë ofron kjo tablo e mrekullueshme e besimit dhe e emocioneve të mëdha të trashëgimisë tonë islame. E tash nisemi një rrugë që gjatë saj ke mundësi për me pa lagjen e vjetër të Kubas, këtë zonë të rrethuar me gjurmë të arkitekturës islame që nga periudha e Hazreti pejgamberit alayhi salatu wasalam dhe deri të sotme. Tashmë ka një projekt të madh për rikonstruksionin e krejt kësaj zone, dhe nëpërmjet tabelave të vendosura rrugës, njerëzit kanë mundësi me lexu, me mësu për shumë prej gjurmëve të kësaj zone. Subhanallah, është një pamje e mrekullueshme, është një udhim shumë i këndshëm që gjatë tij ke mundësi edhe me shiju edhe erën e begat të Medinës së pejgamberit alayhi salatu wasalam, ashtu sikur se e mësojmë prej haditheve të ndryshme të pejgamberit alayhi salatu wasalam që ky vend quhet ndryshe Taibe, e mirë, ose Tabe, do të thonë vend i mirë, vend i pastër. E dietarët na mësojnë se prej kuptimeve të mirësisë së këtij qyteti është pastërtia dhe mirësia e tokës, e ajrit, e ujit të këtij vendi, madje edhe toka dhe dheu i Medinës së pejgamberit alayhi salatu wasalam ka një aromë të mrekullueshme që nuk ja përgjet asnjë tokë tjetër në asnjë cep prej cepave të globit.
Subhanallah, është qyteti Bekum. Edhe shikoni gjallënin që ka zona. Njerëz që tregtojnë, njerëz që hyjnë, që dalin, çdo gjë që i duhet njeriut është e pranishme në këtë vend. Shikoni dyqanet me ato elementet e tradicionales, përdorimi i drunit, gzendjet e kështu me radhë. Gjelbrimi, por jo vetëm, e kthejnë këtë zonë në një atraksion të jashtëzakonshëm, edhe që i bën njerëzit të shijojnë edhe kënaqësinë e vizitës, edhe emocionet e rritjes në Kuba për t'u falë, por edhe plotësimin e nevojave të ditës, ushqimi, dhuratat të ndryshme e kështu me radhë. Ashtu sikurse e them edhe në mesazhe të ndryshme që lidhen me vizitën e pejgamberit alayhi salatu wasalam, edhe qytetit të tij, çdo gjë këtu ja vlen për t'u shiju dhe për t'u vizitu jo një herë, por me 10 herë. Dhe çdo herë që vim dhe na mundsohet për të shkel në tokën ku ka shkel pejgamberi alayhi salatu wasalam, e kuptojmë se ky është një vend ndryshe prej çdo cepi dhe çdo vendi tjetër në botë, dhe ka një bekim që veç Allah azza wa jall e din më së miri, e që gjithë secili prej nesh në një mënyrë një tjetër e percepton, edhe e shijon. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Shikoni Kubaja e vjetër. Sot është e gjuma, ka hyrë nata e shtunës, ka lëvizje më shumë se sa ditëve të tjera, por që gjithsesi këtu për herë ka lëvizje, e këtu për herë ka aktivitet. E këtu për herë njerëzit e mi të gjitha kanë rujt etikën e këtij vendit të shenjtë, kanë rujt traditat e tyne, kanë rujt tabanin e tyne, dhe nuk kanë leju mi të gjitha që të preket tabani, trashëgimia, shpirti i këtij vendi. Subhanallah. E shohim se si zhvillohet, edhe na shtohet edhe më shumë besimi në fjalët e pejgamberit alayhi salatu wasalam, që na dëshmon se këtë vend e ruan Allahu azza wa jall nëpërmjet të melekëve, që e mbrojnë atë nga hyrja e Dejjalit edhe nga murtaja. Dejjali që është simboli të keqes, edhe lutemi që asnjë e keqe mos ta prek këtë vend deri në kiamet, edhe murtaja që Zoti na ruajt prej saj dhe dëmeve të saj. Është era e Medinës, është toka e Medinës, është gjurma e pejgamberit alayhi salatu wasalam, është shpirti i dashurisë dhe i mëshirës së tij alayhi salatu wasalam, dhe rrugtimi jon për të mërrit në Kuba. Shikoni njerëzit në thjeshtësinë e tyre, subhanallah. Thjeshtësia e banorëve të Medinës. E para, këta janë njerëz shumë të pastër, janë njerëz shumë mikpritës. Është zbulos mikpritja në genet e këtyne, që kur Allah azza wa jall i nderoi me pritjen e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Dhe sa herë që takon një banor prej banorëve të Medinës, është e pamundur që mos të shohësh në sjelljen e tij atyre mikpritjen e vjetër të banorëve të Medinës, mikpritjen e ensarëve. La ilaha illallah. Ne jemi tashmë në tokën e ensarëve. Allahumma na bën prej ensarëve. Katragjyshat e këtyre i hapnin dyert e zemrës edhe shtëpitë të tyre pejgamberit alayhi salatu wasalam. Si mos me e beku Zoti këtë tokë dhe këtë vend. La ilaha illallah. Vazhdojmë rrugtimin ton, të shoqënuar edhe nga kopshet e palmave. Kjo është një zonë shumë e begatë me palma. Gjanëm kur banorët e Medinës e prisin pejgamberin alayhi salatu wasalam, thuhet në librat e historisë islame se fëmijët, të rinjt, njerëzit kishin hyrë përmaja e palmave, miqat të tyre, dhe prisnin me padurim ardhjen e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Derisa një moment sallallahu alaihi wasallam shfaqet në horizont, edhe njerëzit fillojnë të kënojnë me të madhe talal bedru alejna,
atë thirrje dhe atë këngë të dashtun të dashnisë së tyre për pejgamberin alayhi salatu wasalam, që do të thotë si u shfaqhanën në mesin tonë. Edhe në fakt pejgamberi alayhi salatu wasalam me dritën e tij, me udhëzimin e tij, me mëshirën që Allah azza wa jall e kishte vesh me petkun e saj, erdhi për këtë vend edhe për marrë njerëzin si shfaqja e hanës së re, edhe si shfaqja e hanës së plot që njëra lajmëron fillimin e një stine të re, e një muaji të ri, e tjetra dëshmon për bukurinë edhe madhështinë e dritës. Dhe pejgamberi alayhi salatu wasalam i kishte të dyja. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ja dhe Kubaja që shfaqet në horizont, xhamia me 4 minare që ka një peshë dhe një vend shumë të veçantë në zemrat e muslimanëve anë mban botës, dhe që drejt së cilës edhe pak mbërrim për që ju faljen në ambientet e saj dhe për të përkujtuar së bashku mbërritjen e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Ja dhe xhamia Gjumas së parë, këtu është falë e Gjumaja e parë në momentet e para të ardhes së Islamit. Subhanallah, dhe shikoni distanca nga xhamia e pejgamberit alayhi salatu wasalam dhe Kubaja, edhe kjo xhami nuk ka shumë e madhe, por duhet kemi parasysh se para 15 shekujsh nuk ka qenë kjo infrastrukturë që është sot, edhe lëvizje nuk ka qenë koçekullajt sikur sa është sot. Kjo ka një fshat i shpërndar me shtëpi të shumta e ku njerëzit ju përgjigjen thirrjes së Allahut azza wa jall, ju përgjigjen thirrjes së pejgamberit alayhi salatu wasalam dhe mbeten gjurmë e dritshme e historisë sonë. Kjo është xhamia e Gjumas së parë në Islam. Dhe jo shumë larg saj, ja ku shfaqet me madhështinë e saj xhamia me 4 minare e Kuba Sharifit. Qyteti i Medinës njihet ndryshe si qyteti i palmave edhe i llojshmërisë së hurmave, ku dominon apo spikat fruti i ajwes, pra hurmat e zi të Medinës, e lloj hurmash të tjera që edhe sot e kësaj dite kultivohen edhe shiten dhe janë të përhapur gjithandaj nëpër botë si një markë origjinale e këtij vendi dhe kësaj toke. Ja mbritëm në Kuba. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammedin wa ala alihi wa ashabihi. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kjo është vendi dhe kjo është xhamia për të cilën Allahu azza wa jall dëshmon se këtu ka burra që duan pastrimin. Dhe me thanë zemrat e tyre ishin dorëzu përpara thirrjes së pejgamberit alayhi salatu wasalam, përpara thirrjes së Kuranit, të Zotit i gjithësisë që din gjithçka. E pa sinqeritetin e zemrave të tyre dhe dëshmoj për zemrat e tyre, duke i bë gjurmë përjetshme dhe simbol udhëzimi për çdo njeri deri në ditën e fundit. Rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Kjo është toka e burrave që duan pastrimin. Allahu na uzoft të gjithëve drejt pastrimit. Pastërtia e dorës, pastërtia e zemrës, pastërtia e njetit, pastërtia e veprës,
pastërtia e marrëdhënieve me çdo prej krijesave të Allahut. La ilaha illallah. Mirë se keni ardhur në Kuba Sharif.